2 muaj përpara provimeve të maturës, Ministria e Arsimit po përmbyll skemën e administrimit në shkolla. Disa ndryshime janë parashikuar në mënyrë që të adresohet fiktiviteti i notave, një problematikë e pranuar prej më shumë se një viti edhe nga Ministria e Arsimit, por do të marrim me radhë gjitha problematikat me gazetaren Ornela Jote. Ornela, të përshëndes. Për maturantët, ethet sa vine shtohen në këto muaj të fundit, e nisim pak me informacion bazik, kur janë datat e provimeve, pas të cilave do të shkohet edhe te konkursi i mjekësisë. Përshëndetje Leoneta, në fakt është e vërtet jemi 2 muaj para procesit provimeve të maturës shtetërore, jo vetëm maturantët, por edhe prindrit e tyre janë në nethet e provimeve, pasi dihet që është proces i mirë rëndësishëm, jo vetëm për mbyllës i shkollës mesme, por edhe hyrës në universitete, pasi për llogaritje notat e maturës shtetërore me koeficientet që nxjerrin universitetet, për të rankuar më pas dhe për të hyrë në studimet e larta. Ndërkohë sa i përket datave, sigurisht janë data shumë të rëndësishme për maturantët. Tashmë është bërë traditë që provimet të maturës shtetërore pas një periudhe konsultimesh që janë në muajin maj, nisin në 1 qershor dhe 1 qershori është provimi i parë dhe si gjithmonë provimi i parë starton me lëndën e gjuhës huaj, janë 4 provimet në gjuhë të huaj në varësi të zgjedhjeve të maturantëve, gjuha angleze, franceze, gjermane dhe sigurisht janë edhe gjuhë të tjera. Ndërkohë që në shtat është lënë një diferencë Leoneta prej një jave nga provimi në provim, ndërkohë që në datën 7 qershor është provimi i gjuhës shqipe. Në 13 qershor është provimi i matematikës, është një nga provimet le të themi që maturantët e konsiderojnë si më të vështirin dhe në datën 13 qershor është matematika dhe në 19 qershor është provimi i lëndës me zgjedhje, është pikërisht ky provim që maturantët tregojnë le të themi edhe orientimin e tyre se nga janë të orientuar nga lëndët shkencore apo shoqërore, të cilën më pas përmes kësaj note dhe për llogaritjes së koeficientëve të vendosura dhe të shpallura nga universitetet marrin drejtimin në arsimin e lartë nëse janë të profilit shkencor apo të profilit shoqëror. Është e vërtetë që është një periudhë le të themi ankthi dhe stresi për maturantët, të cilët që tashmë, por ndoshta edhe pak më herët kanë nisur konsultimet, ndoshta edhe ato le themi kurset jashtë orëve mësimore për të plotësuar me ankësitë e shumta, pasi siç dihet edhe pandemia, por ndoshta edhe situata të ndryshme kanë krijuar mangësi tek maturantët. Flasim pak edhe se sa maturant kemi këtë vit dhe se si do të organizohen provimet. Në fakt, nga viti në vit, numri maturante, ashtu si në të gjitha brezat që duket që nga klasat e para, por reflektohet edhe tek maturantët, ka ardhur duke u të kurur. Këtë vit kemi 29.900 maturant, rreth 30.000 me të gjithë edhe me nxënësit apo me ata të cilët mund të hyjnë të jenë përsëritës, le themi, të maturës shtetërore, rreth 30.000 maturant do të nënshtrohen procesit të maturës shtetërore edhe provimeve të këtij procesi, po sigurisht ky nuk është vetëm procesi i parë, pasi sigurisht Leoneta që këtë vit ka edhe risi, të cilat ndoshta do të diskutojmë edhe më vonë, është procesi maturës shtetërore dhe më pas të gjitha ata maturant që do të duan që të hyjnë në degën e mjekësisë përgjithshme, vetëm për degën e mjekësisë përgjithshme, kur bëhet fjalë për Universitetin e Mjekësisë, do të nënshtrohet një konkursi elektronik që zhvillohet për herë të parë këtë vit në Shqipëri, do të jetë një konkurs i informatizuar dhe elektronik. Në javën e parë të korrikut, të gjithë kandidatët pasi kanë mbyllur provimet e maturës shtetërore dhe ata të cilët synojnë për degën e mjekësisë përgjithshme, do t'i nënshtrohen konkursit elektronik, i cili do të zhvillohet vetëm në Tiranë dhe në qendrën e shërbimeve arsimore, aty ku aktualisht zhvillohen edhe provimet e shtetit. Dhe mbetemi pikërisht tek risi që përmend. E gjitha vjen për të luftuar efektivitetin e notave, një problem që tashmë është pranuar prej kohësh edhe nga Ministria e Arsimit. Në fakt ka qenë vetë Ministri i Arsimit zonja Evi Skushi, e cila ka pranuar fiktivitetin e lartë të notave, thuajse në të gjithë territorin e vendit, në të gjitha shkollat e vendit, por në krye të listës qëndrojnë shkollat e Kukësit, shkollat e Krujës dhe shkollat e Beqinit. Pikërisht në këto shkolla ku në fakt mendohet që do të ketë edhe një kontroll më të shtuar këtë vit në administrimin e provimeve të maturës shtetërore, për shkak se këto shkolla, gjatë analizës së detajuar që vetë Ministria e Arsimit ka bërë pas procesit të maturës së një viti më parë të maturës shtetërore, është konstatuar që maturantët kishin deri plus 4 deri 5 nota, që do thot nga ata që kanë qenë betës të notës 4 apo maturantët e notës 5, kanë arritur Leoneta të marrin 9 dhe 10 në provimet e maturës shtetërore, çka duket një fiktivitet shumë i lartë notash, bëhet fjalë jo vetëm për letërsinë, por edhe për lëndën e matematikës dhe lëndet e provimeve me zgjedhje, çka këta maturant më pas i ka katapultuar nota e mirë apo fiktiviteti i lartë i notave, të arrijnë edhe degët më të mira dhe më të kërkuara, siç është edhe mjekësia e përgjithshme,
apo dhe degte tjera të ekonomikut dhe juridikut. Ndërkohë që këtë vit, pasi është pranuar që kemi një fiktivitet shumë të lartë të notave, Ministria e Arsimit ka vendosur që të ketë disa ndryshime apo disa rregulla të reja sa i përket procesit të maturës shtetërore, të cilat i ka deklaruar që më herët, do të ketë një administrim, të paktën siç deklaron Ministria e Arsimit, një skemë më të përforcuar të administrimit të provimeve, pasi siç dihet në çdo provim të maturës shtetërore, që sapo maturantët futen në provimin e maturës shtetërore, të gjithë nëpër telefonat apo nëpër rrjetet sociale fillojnë qarkullon teza e provimit, thuajse të gjitha tezat kryesore, gjuhës shqipe dhe matematikës, çka tregon se jo vetëm maturantët, por edhe administratorët mund të kenë telefon në ambientin ku zhvillohet provimi, gjë që në fakt me rregullore është tërësisht e ndaluar, si për maturantët, ashtu edhe për administratorët, pra mësuesit. Këtë vit është menduar që ndryshe nga vitet e tjera, provimet e maturës shtetërore nuk do të zhvillohen më në klasa, por do të zhvillohen në qendra më të mëdha, kryesisht në palestra, në salla, por edhe në pallate sportesh aty ku ka mundësi. Tirana të paktën e ka mundësinë, për shkak edhe të shkollave të reja që janë bërë vitet e fundit, kryesisht shumica e nxënësve do të vendosen në palestrat e shkollave të mesme, ndërkohë kështu do të ndodh edhe në rrethet e mëdha, ndërkohë që do të ketë një organizim disi më ndryshe, ndoshta në salla apo edhe pallatet e kulturës, ku do të vendosen dhe do të zhvillohen provimet e maturës shtetërore, do të kemi një numër më të madh mësuesish, ose thënë ndryshe administratorësh, të cilët do të mbajnë përgjegjësi sa i përket mbarvajtjes së provimit, dhe aty ku është e mundur, thonë specialistët e Ministrisë së Arsimit, do të vendosen edhe pajisje monitoruese siç janë kamerat. Ndërkohë, siç e theksova Loneta, në Kukës, burime nga Ministria e Arsimit bëjnë të ditur për aty që në Kukës, në Peqin edhe në Krujë do të ketë një kontroll më të shtuar për shkak të fiktivitetit të lartë të notave që ka rezultuar në këto shkolla të këtyre bashkive, dhe po mendohet, le them, një skemë nga Ministria e Arsimit që mësues për shembull nga Tirana, po zë një shembull, mund të shkojnë administrator në Kukës, mund të shkojnë në Krujë apo në Peqin, apo edhe nga qytetet të tjera, pra do të kemi, le themi, lëvizje të administratorëve nga qyteti në qytet për të shmangur kopjet, tregimin, le themi, të pyetjeve apo të përgjigjeve nga ana administratorëve, nxënësve që mund të kenë afërsi apo njohje mes tyre, në mënyrë që procesi maturës shtetërore të jetë vërtet një proces i standardizuar, ashtu siç në fakt emërtohet ky proces. Një tjetër risi është që maturantët këtë vit do të kenë mundësi të kërkojnë dhe të kontestojnë notën e tyre. Nëse vërejnë që kanë ankesa apo është bërë, le themi, keq korrigjim gjatë testit të maturës shtetërore në secilën prej provimeve, ata kanë mundësi ta kontestojnë notën, por sigurisht duke marrë përsipër edhe koston që mund të ketë një ulje të notës, por sigurisht edhe rivlerësim për mirë të saj. Ndërkohë që risia tjetër, siç e theksova edhe pak më parë, është edhe provimi apo konkursi elektronik i mjekësisë. Janë të gjitha ata kandidatë që duan të konkurrojnë për mjekësi, pasi të kenë përmbyllur procesin e maturës shtetërore, që është edhe proces mbyllës i shkollës mesme, do t'i nënshtrohen vetëm në Tiranë konkursit elektronik, i cili do t'jeti detajuar dhe i ndarë në data të caktuara. Mendohet që t'jetë 10 ditë që i pari korikut Loneta, ku do zhvillohet provimi mjekësisë përgjithshme në qendrën e shërbimeve arsimore, ose të ndryshe isha të shoja, aty ku aktualisht zhvillohen provimet e shtetit. Në qartë. Janë masat shumë të këto që do të merren, shpresojmë të jenë efektive dhe do të shohim në fakt se sa do të jetë efektiviteti i tyre. Faleminderit Ornela.